Në këtë protestë kemi fituar shumë gjëra, edhe për mua një nga gjërat që kemi fituar dhe që është më e rëndësishme është ky raporti me diasporën. Ne kemi ditur që gjithmonë diaspora na mbështet, është me ne, ama duket sikur na ndihmonin thjesht financiarisht edhe bënin këtë rolin e shtetit social të munguar në vendin tonë. Duke dërguar para dhe duke mbajtur të afërmit e tyre, prindërit, miqtë edhe shokët. Edhe unë mendoj që një nga raportet që ne kemi fituar ka qenë pikërisht ai me diasporën dhe kemi kuptuar se sa ata janë pranë nesh, pavarësisht se sa larg janë. Edhe protestat për shembull deri në Melbourne, që kanë qenë të njësuara praktikisht në të njëjtën kohë me protestën në Tiranë, për ne janë të jashtëzakonshme dhe shërbejnë si model frymëzimi. Po për mua dua të them edhe disa gjëra të tjera që janë shumë të rëndësishme që ne kemi fituar në këtë protestë. Çfarë na bëri të ndryshojmë se si ka mundësi njerëzit që deri para 20 ditësh, se sot jemi ditën e 19, duke sikur ishin pesimist, do bashkoheshin kurrë, thoshin ky vend zbëhet, qeveria Ramos është autoritare, askush nuk mund ta argëzojë më tash. Si erdhëm në këtë pikë? Çfarë na bëri të ndryshojmë këtë protestë? Dhe të bëheni më të fortë, më të bashkuar se kurrë më parë. Për mua, fillimisht ne mundëm kulturën e mosbesimit. Kultura e mosbesimit e ka vrarë këtë vend prej vitesh. Ne nuk besonim te njëri tjetri. Praktikisht në gjithë të shoqëri ti mund dëgjoje, shiko, unë ngrihem, po nuk ngrihen të tjerët. Edhe kjo ishte një fjali ku dukej se secili e thot individualisht, edhe në fakt nuk është se ishte fjali krejt e pasinqert. Ishte e sinqert sepse çdo kush e paska pas të shkëndijën brenda vetes, ama thjesht nuk pasa besu te tjetri. Për mua në këtë moment kjo ndryshoi, ky kusht do me thënës politik ndryshoi dhe gjithë në një moment po besojmë te njëri tjetri edhe se mund të arrijmë gjëra shumë të rëndësishme. Unë do thoja që mundet edhe frikën, rinia mundi frikën. Jashtëzakonshme. E dyta, me ndryshua mënyrën se si ne shohim demokracinë. Demokracia në këtë vend është parë thjesht si një të shkuarit votuarit një herë në 2 vjet ose një herë në 4 vjet, dhe ne do zgjedhim ca njerëz që për ne do votojnë ligjet që do votojnë ose nuk do i votojnë në të njëjtën tonë. Ne në këtë moment duket sikur tham prit more, demokracia nuk është kjo. Demokracia është ne dalim rrugë, të themi kërkesat tona, të artikulohemi edhe ta kuptojmë rolin tonë të shoqëri edhe brenda demokracisë. Por mund ka ndryshuar edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Mënyra se si ne e shohim progresin. Neve na është ambalazhuar, na është tentuar të na futet në kokë sikur progresi këtë vend janë kullat, resortet, edhe në fakt vetëm drejt atyre duhet shkojmë. Po jo more, ka njerëz që e mendojnë edhe ndryshe. Progresi në këtë vend fillimisht duhet të jenë mbajtja e njerëzve këtu. Nëse ne në këtë vend na shtohen kullat, po na ikin njerëzit, ky nuk është progres. Këtu duhet ndalojmë edhe të futim një dialog social dhe të themi ore çfarë po ndodh me këtë vend. Tjetra nuk është progres ku ne kemi gardhimin e një pjesë të shoqërisë. Regjimi i kaluar kishte vendos gardë dhe kufin që ne të mos ikim, ndërsa ky regjim ka vendos gardë dhe kufi që ne të mos futemi. Praktikisht Shqipëria jonë nuk është më e jona. Edhe pranej kjo parrulla që e ngjiti ose që ishte praktikisht ngjitsi gjithë kësaj proteste, ishte Shqipëria nuk shitet. Tjetër, ne dolëm për te dihotomisë partijake. Ne sa herë që protestonin thonin jemi po dën apo me PS-n. Jo more, nuk jam asnjërin, jam për Shqipërinë, jam për këtë shoqëri dhe dua shoqërinë më të mirë. Edhe për mua parrulla Rama-Hamburg, Berisha-Hamburg penalizoi gjuhën e pushtetit për të na sulmuar. Dhe e fundit për mua se çfarë ndryshoi këtë protestë është mënyra se si ne e shohim të ardhmen. Për mua nuk mund ta shohim të ardhmen më përmes syve të tjerëve. Të ardhmen duhet ta shohim përmes syve tonë, edhe parrullat në atë vend kanë qenë të jashtëzakonshme. Prej kontratës të re sociale. Një kontratë e re sociale do të thotë që ne duam të ndërtojmë një raport tjetër me shtetin. Shteti nuk duhet shihet si pushtues, shteti është joni dhe nuk është një objekt cilin kushdo që futet duhet vjedhë dhe ta përdor për të mbajtur pushtetin. Ne thamë që priti sekond, ne duam të ndërtojmë një Shqipëri tjetër, po dhe turizmi nuk ndërtohet vetëm prej kullave. Ka njerëz sa dush, shqyrëzohet kemi rreth 23% sipërfaqes totale kemi pas zonë të mbrojtur. Kjo nuk është rastësore, nuk është se dikujt tjetër shkoj meja ta bëj zonë të mbrojtur, po do të thotë se ajo zonë ka pas me vërtet rëndësi të veçanta. Ne kemi fituar shumë çka nga ajo protestë, por më së shumti kemi fituar njëri tjetrin dhe lirinë. Emigracioni i viteve të fundit ka qenë një emigracion ose një akt thellësisht politik. Çfarë dua të them me këtë? Akt politik është kur ti je përballë një sistemi, të cilin nuk e mund dot. Edhe padrejtësia është bërë aq e madhe sa që ti nuk arratisesh dot. Vendimi jot i vetëm është që të mos shpëtosh gjithë shoqërinë, po të paktën të shpëtosh veten tënde. Edhe unë mendoj që shumë shqiptarë kanë vendosur të shpëtojnë veten e tyre duke emigruar, ama ata nuk ja kanë fal kurrë këtij sistemi politik
Këtë që ka bërë të ta. Ata i ka bërë që të largohen nga vendi i tyre, i ka bërë të largohen nga njerëzit e tyre më të dashur, të largohen nga të afërmit e tyre dhe të mos ndrojnë më një të ardhmen në vendin e tyre. Kështu që për mua diaspora që është largu pikërisht jo nga mungesa e të ardhurave ekonomike. Kemi më shumë se 15 vite që njerëzit nuk largohen më për bukën e gojës. Kemi të bëjmë nga një emigracion për stomakun të një emigracion për dinjitetin. Këta njerëz janë larguar, janë gjithë me punë të mira, janë klasë e mesme që do i shërbenin mjaft mirë kësaj shoqërie. Ama janë largu pikërisht sepse u ka mungu edhe u është cënu dinjiteti. Ju është në përkëmbur dinjiteti. Tu për mua është një pikë që duket se gjithë njerëzit janë të mlefosur me gjithë sistemin. Ndaj dhe ata i mësojnë Shqipërisë së lirë, apo jo? Shqipërisë së lirë, Shqipërisë së re. Që të kthehemi te projekti i Zvërnecit, ai është një projekt repetitiv, kuptimin që e ka përsërit veten në gjithë Shqipërinë. Është thjesht pika në të cilën ne nuk mund të përballonim më, sepse Shqipëria u bë e pa aksesueshme nga secili prej nesh. Për mua, ne kemi pas një kryeministër deri në këtë moment që të paktën në opinionin ndërkombëtar ja ka nxjerr namin vetes, sikur ai është një kryeministër ja avangard i një populli të prapambetur. Ama në këtë protest, ne kemi vërtetuar atij dhe gjithë ndërkombëtarëve që ne jemi një popull avangard me një kryeministër të prapambetur edhe thuajse kriminal. Edhe këtë ëndrrën që është stërthën në vitet 90, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, unë mendoj që më së fundi ne e realizuam. Europa është të luftosh për drejtat e tua, të qëndrosh në vendin tënd, edhe të jesh i dinjitetshëm në kërkesat e tua. Në Parlamentin Evropian u fol shqip, nga eurodeputeti, Shqipëria nuk është një vend për të ushitur, u thënë. Edhe për mua kjo është fitoria më e madhe që kjo protest ka bërë. Nëse Edi Rama edhe gjithë kryeministrat para tij, Sali Berisha, Ilir Meta, Merat, i kanë detyruar shqiptarët të largohen, kjo protest po i bën shqiptarët që ta mendojnë të paktën, ta imagjinojnë një rikthim në vendin e tyre edhe ta ndërtojnë jetën në këtë vend, sepse Shqipëria nuk është në shitje dhe Shqipëria është e jona. Ju the pse protestoni? Po, ata protestojnë se Shqipëria është edhe e tyre. Ata e dinë, e ndjejnë edhe janë vetëdijshëm për këtë gjë. Edhe jo më kot, unë di se 10 makina janë nisur nga Londra dhe do marrin shqiptaranë mban Evropës edhe do vinë të protestojnë këtu bashkë me ne. Unë për vete kam vite që protestoj paktën prej protestës studentëve. Ama gjithmonë më është dridh buza të përmend termin revolucion. Në këtë protestë lirshëm njerëzit dalin dhe bërtasin duam revolucion. Dhe revolucioni nuk është kjo përmbysje e dhunshme, domosdoshmërisht me flakë edhe me gjak. Ama ata duket se kërkojnë ndryshim rrënjësor dhe nuk mund të gënjehen më. Për mua është e jashtëzakonshme se kemi një mas tani më njerëzish, cilët jo vetëm po kritikojnë këtë qeveri, jo vetëm po kritikojnë këtë model politik, po duket sikur edhe nesër nuk do të bien më në rehatin e tyre. Gjithkush që do të vi pas, do ta di se ka një mas kritike që është e gatshme të dalë në rrugë herët ose vonë. Ka edhe një fitore simbolike që është thellë në shoqëri e cila nuk po lexohet mjaftueshëm. Është kjo rrëzimi i gardhëve në këtë shoqëri. Siç e thash, duket se ne kemi ndërtuar një lloj politike të gardhimit, ku hapësirën tonë përbashkët i kemi vënë gardh. Gjëja e parë e cila ra nga Zvërneci ishte gardhi. Gardhi me gjemba, me beton. Një ditë bukur shkuam dhe ata ishin hequr, sepse kjo ishte simbolika me cilën u ngrit pushteti. Do të ketë garde të tjera që do të largohen? Patjetër, në Rjoll u hoq një gardh. Ne na morën telefon dje në Librazh dësh heq një gardh. Dhe ditët them që edhe në Kakome banorët kanë bërë thirrje që t'ju bashkohemi, sepse ditën e diel në orën 12 do rrëzojnë një gardh i cili i pengon të daljen te plazhi tyre, plazhi i fshatit. Ata nuk mund të shkojnë jo vetëm te plazhi, po as te kisha historike që ka qenë fshatit tyre. Pra të dielën në orën 12 të lidhen banorët e Kakomes për të rrëzuar gardhin. Banorët për të rrëzuar atë gardh. Për mua kjo është gjëja më e bukur që ka prodhuar kjo lëvizje shoqërore. Ka prodhuar një lëvizje informale ku duket ku gjithë banorët që kanë pas probleme, duket sikur po e marrin vetë situatën në kontroll dhe duan t'i japin fund këtij modeli zhvillimor që brenda vetes mban politikan, oligark dhe kriminal. Ju do të jeni në Kakome të dielën në orën 12? Patjetër që do jem. Lëvizja shoqërore kërkon kohë që të artikulojë. Nuk është se do ndërtoj asnjë parti politike, asnjë grupim intelektualësh, të cilët do na bëjnë këtë procesin tranzitor nga tranzicioni i pafund drejt një demokracie ose një Shqipëri e tre. Kështu që për mua gjithmonë do doj kohën e vet që ne të jemi aty, të artikulojmë, sigurisht të komunikojmë, të jemi një lloj ene komunikimi me të gjitha grupet e interesit, edhe
Për ndryshe avash do fillojmë të artikulohemi edhe në kërkesa të tjera. Po ama në këtë moment kur ne kemi kërkuar ndërheqjen e kryeministrit, ne nuk mund të kërkojmë as zgjedhjet e parakoshme, as ligj tjetër elektoral, pavarësisht se secili prej protestuesve është i vetëdijshëm për gjitha ligjet që jo vetëm e kanë dëmtuar këtë vend, po edhe e mbajnë peng këtë tranzicionin e përjetshëm në cilin ne jemi. Për mua, i them çdo protestuesi që është aty, betejë me Ramën është luftë nervash. Kemi hyrë në një situatë ku jemi luftë nervash. I lutem secilit që të mos dorëzohet. Ne nuk mund dorëzohemi, ne nuk duhet dorëzohemi dhe ne nuk do dorëzohemi. Praktikisht, o ne, o ai. Secili që ka qenë djem protest nuk ka as detyrë të veçantë për sot. Thjesht marr edhe një shok me vete. Neve thjesht duhet jemi aty, duhet t'i lejmë vetes kohën e mjaftueshme që protesta edhe kjo lëvizje shoqërore të maturohet edhe të dalë edhe me kërkesa akoma më konkrete se sa vetëm ndërheqja e kryeministit.